Prokuroria Themelore Publike ka njoftuar se deri tani janë sekuestruar 40 ton marihuan nga disa subjekte juridike në territorin e shtetit dhe se pas sqarimit të plotë të rrethanave, thonë se do ta informojnë opinionin. Prokuroria bën me dije se janë në komunikim me Prokurorinë e Serbisë për të vërtetuar origjinën e marihuanës së sekuestruar në Serbi, ndërsa shtoi se po ndërmarrin edhe veprime të tjera, si dhe marrje në pyetje të dëshmitarëve. Në drejtim të verifikimit të plotë të fakteve dhe rrethanave, prokurori i lëndës nga prokuroria për ndjekjen e krimit organizuar dhe korrupsionit është në komunikim me prokurorinë për krimin e organizuar të Republikës së Serbisë, me qëllim shkëmbimin e informacioneve me rëndësi për procedurën që do të ndihmojnë në vërtetimin e lidhjes eventuale në dy rastet dhe origjinën e marihuanës. Kurse LSDM, duke cituar mediat serbe, thotë se prokuroritë e Maqedonisë dhe Serbisë kanë marrë informacione nga Agjencia Amerikane për luftë kundër drogës për 5 tonë drogë. Od javno objavjenite fotografi. Për shkak të bashkëpunimit ndërkombëtar, kryeministri Mickoski tashmë një javë nuk ka përgjigje kyçe si 5 tonët marihuan kanë arritur që ta kalojnë kufirin, të dalin nga Maqedonia dhe të hyjnë në Serbi. Kjo heshtje nuk është e rastësishme, por është indikator se ka diçka të vërtetë. Sipas VMRO-DPM-s, hetimi plot do të ishte vetëm nëse prokuroria heton edhe përfshirjen e Zaevit dhe Filipçes të drogës së sekuestruar në Serbi. Stanува збор за фирма аналице. Për lidhjen e Zaevit dhe Filipçes për fillim, ata vetë le të japin përgjigje në opinion. Te kush ka lajmëruar Zaev gjatë sekuestrimit të 5 tonëve drogë në Serbi, pse Zaev me shpejtësi është drejtuar ka Jugu. Rasti do të kompletohet vetëm atëherë kur prokuroria do të hetojë të gjitha aspektet, në mesin e të cilave është përfshirjen e Zaevit dhe Filipçes. Në vendin ton ka nisur një aksion organeve kompetente për kontroll të subjekteve juridike që merren me prodhimin e kanabisit për qëllime mjekësore.